Hakmarrja është një pjatë që shërbehet e ftohtë. Shqipëria mori hak për atë dhunë të paprecedent të 11 viteve më parë. Mana i mori hak për atë penallti të humbur. Kuqezinjt marrin një fitore historike dhe mbajnë gjallë ëndrrën për në botror. Sfida luajtur në tokën serbe solli vetëm festë shqiptare, pavarësisht provokimeve të njëpasnjëshme dhe koreve të turpshme nga ana e tifozërisë vendase. Në minutat e para serbët u dukën më kërkues, gjithsesi kuqezinjt reaguan shumë shpejt. Duke provuar disa herë me anë të krosimeve të Aslanit, ishte pikërisht një nga ato të fundit që në fund të pjesës së parë sollën dhe festën kuqezi. Rejmana, i sulmuesi që u kritikua për penalltinë e humbur në Tiranë, ishte në kohën e duhur dhe në vendin e duhur që me të djathtë të lëshonte një gjuajtje të pakapshme për Petrović, duke kaluar në avantazh kuqezinjt. Festa me shqiponje sulmuesit shqiptar tërboi dhe më shumë serbët, që nuk dinin me çfarë koresh raciste të këndonin. Në pjesën e dytë, serbët tentuan të barazonin sfidën, por në çdo rast, Strakosha u tregua i vëmendshëm dhe i kujdesshëm për të ndalur çdo aksion të vendasve. Pas vërshëllimit së fundit, shpërtheu sërish festa kuqezi, me Shqipërinë që qëndron kështu në vendin e dytë të grupit K me 11 pikë, 4 më shumë se serbët.